Mirë se vini në kursin për anëtarët e rinj të kishës Sabbath. Je shumë i mirë pritur dhe këto video do të të tregojnë pak për vizionin tonë. Kush jemi ne, sepse nëse je këtu prej pak kohësh, ndoshta nuk di shumë për historinë tonë. Para se gjithashtu dua të them që nëse vjen nga një kishë tjetër, është shumë e rëndësishme për ne që të mos kesh dal nga ajo kishë me një qëndrim rebelimi ose me marrëdhënie të pasgjidhura. Ne besojmë se secili duhet të shkojë në kishën ku ndihet mirë, kjo vlen edhe për anëtarët tanë. Ne nuk besojmë se ka një kishë më të mirë se një tjetër, por ka atë që është më e mira për ne. Gjithsesi, edhe nëse ke vendosur, nëse vjen nga një kishë tjetër, të rish me ne, të lutem të rregullosh marrëdhëniet e tua, të përshëndesësh njerëzit, t'i lësh gjërat mirë, në mënyrë që të mund të transferohesh me një zemër të lehtë për të filluar këtë kapitull të ri të historisë tënde. Ndërkohë, po ju tregoj pak nga historia jonë. Në vitin 94 lindi Sabbath Church, ne ishim 3 të rinj, jo në një bar, por në një shtëpi, të gjithë me pijamat tona, aq sa herë që është përvjetori i kishës sonë, në të gjitha kishat tona. Të gjithë paraqiten me pijamat e tyre për të kujtuar ata 3 të rinj që filluan të luteshin për të parë një zgjim në këtë kom. Dhe pikërisht kështu është, Zoti na tha se do të shinim një zgjim në këtë kom. Kisha filloi me këta 3 të rinj, njëri quhej dhe quhet ende, sepse është ende gjallë, Andrea, tjetra është pastore Diana, Andrea nuk është më me ne, është në një kishë tjetër ku shërben dhe e do Zotin atje, dhe unë. Dhe kemi filluar duke u lutur dhe agjëruar së bashku si kishë në vitin e parë, po thuaj se kemi agjëruar gjithë vitin, besoj rreth 200 ditë në një vit të vetëm, sepse kishim frikë, duke qenë shumë të rinj, se mos bënin diçka të gabuar. Se mos merrnim një rrugë të gabuar që nuk ishte vullneti i Zotit. Por ai, përkundrazi, e konfirmoi që kjo ishte vullneti i tij për ne. Në fillim askush nuk besonte tek ne. Unë isha gruaja e parë pastore, shumë e re, isha 25 vjeç, pastori ishte 23, tjetri 26. Por kisha lindi nën këtë fjalë, gjithçka është fryti i adhurimit. Dhe kështu Zoti na dha këtë vizion të këtij njeriu, kësaj personi që ishte përkulur përpara me shpatën e tij të palëvizshme, që është njeriu Sabbath, për të treguar se betejë jonë nuk bëhet me armë, por është një betejë lutjeje dhe besimi. Kisha jonë ka besuar gjithmonë se është shumë e rëndësishme të kujdesesh për njerëzit dhe për këtë arsye dishepullimi ka qenë gjithmonë pjesë e natyrës sonë. Por jo vetëm për këtë arsye, sepse është ajo që Jezusi na ka thënë të bëjmë. Ai tha, shkoni në mbar botën dhe bëni dishepuj. Fjala shkoni në të vërtetë nuk është një urdhër, por një gerun që do të thotë ndërsa shkon bëj dishepuj. Në kishën tonë, metodën e dishepullimit ne e quajmë one to one, që do të thotë një me një. Pra, brenda një kishe që tashmë është edhe e madhe, të gjithë njerëzit do të kenë një pikë referimi me të cilin do të luten, do të rriten, do të mësojnë më shumë rreth kishës, si do të jetë jeta në kishë. Një person që do të prezantoj me të gjitha gjërat. Nuk është e detyrueshme të kesh një mentor, por është shumë e këshillueshme që të kesh një pikë referimi, dikë që lutet, që agjeron me ty, që të mëson dhe pse jo, që ndan përvoja shpirtërore me ty. Pra, kjo i përket kishës sonë. Kisha jonë, më shumë a më pak, kur dikush vjen, përveç se ndjek këtë kurs për të kuptuar pak sa vizionin e kishës, këto janë aktivitetet e përgjithshme të kishës sonë. Shumica e njerëzve kanë një mentor, pra këtë figurë referimi që të ndihmon të rritesh, e kështu me radhë, si një baba apo një nën shpirtërore, pas zëvendësuar figurën e nënës apo babait tënd. Pastaj është një grup jete. Life Group është një grup që mblidhet nëpër shtëpi, i shpërndarë në të gjitha shtëpitë e qytetit tonë, dhe ti mund të gjesh një pranë shtëpisë tënde. Është një grup ku ne lutemi, lexojmë Biblën, ndajmë jetën. Nuk është një grup lutjeje apo një shkollë biblike, është një grup ku ka pak nga të gjitha, por mbi të gjitha është një grup ku ne ndajmë jetën tonë së bashku. Dhe përveç se kemi grupet në qytet, ne do të kemi edhe kampuset tona, të cilat janë si kisha të vogla nëpër qytetet përreth, por që janë të lidhura me kishën e Milanos. Pra, të shtunën dhe të dielën të gjitha aktivitetet zhvillohen në kishën e Milanos, por gjatë javës si shkolla biblike, life grupet dhe aktivitetet të tjera zhvillohen pikërisht në këto qytete që janë pranë Milanos.
përveç Life Groupit, i cili është shumë i rëndësishëm sepse aty sjellim miq tan, njerëzit e rinj dhe nuk është thjesht, siç thash, një grup i shkollës biblike, por është një vend ku ndajmë jetën tonë dhe sjellim edhe miq tan. Ne kemi edhe disa mbledhje. Një gjë e rëndësishme që kemi është Biblia Academi, pra një shkollë e vërtet biblike që zhvillohet gjatë javës, e ndarë në 3 vite, ku mund të mësosh gjithçka nga Bibla, që nga fillimi, pra nga gjërat ABC, deri te gjërat më të rëndësishme, si edhe doktrinat më të rëndësishme të kishës, historia e kishës dhe gjëra të tjera, teologji, etje. Pastaj do të kemi edhe 2 retrete shumë të rëndësishme. Njëri quhet retreti start, që është retreti i parë fare ku një person vjen në kishë, qoftë besimtar apo jo, ai do të bëjë këtë retret. Është një retret shumë i thjeshtë, por i rëndësishëm edhe për ata që janë tashmë besimtar, sepse nesër, kur të rritesh në kishën tonë, edhe ti do të marrësh pjesë dhe ndoshta do të organizosh një retret për njerëzit që do të ndjekësh. Prandaj të gjithë duhet paketër të bëjnë këtë retret, i cili do të flasë për mëkatin, dashurinë e Zotit dhe shumë gjëra të tjera të mrekullueshme. Pas disa muajsh që je në kishë, pra ke mentorin tënd, ndjek grupin tënd të jetës, është edhe Akademia e Biblës, etje, të kesh edhe një tjetër retret që ne e quajmë MEST, që në anglisht të thot ajo që vjen më pas. Dhe është një retret që do të flasë shumë për dishepullizimin dhe do të mësoj si të kujdesesh mirë për njerëzit, ashtu siç dëshiron Jezusi. Ju kujtohet pyetja që Jezusi i bëri Pjetrit, apo jo? Pjetër, a më do? Dhe pra, pasi Pjetri natyrisht që tha, pasi kishte mohuar Jezusin, nuk kishte më dëshirë të thoshte po. Pasi Pjetri tha, Zot, ti e di, ai i tha, ushe delet e mia. Kështu që do të mësosh si të kujdesesh për këta njerëz të mrekullueshëm. Dhe në fundjavë do të kemi Youth Night, që është takimi për të rinj tanë deri në moshën 29 vjeç. Dhe pastaj do të kesh edhe gospelet e së dielës që zhvillohen gjatë ditës së diel. Ka disa gospele dhe ju do të takoni njerëz që do t'ju tregojnë të gjitha oraret e këtyre takimeve. Pra, pas këtij kursi që po ndjek online dhe gjithashtu edhe kursit që do të shohësh pas pak, që ka të bëjë me mënyrën se si fillojnë Life Groupet ose qelizat ose grupet e vogla, quaj si të duash dhe si në kish, pas një periudhe kur nuk ekzistonin më gjatë epokës së imperializmit, ne duam të kthehemi sërish te hapat e parë të besimit të krishterë. Kur të kesh parë gjithçka, do të ketë një takim në kishën tënde ku do të mund të prezantohesh në kishën tënde lokale. Kush është nga Milano në Milano, kush nga Torino në Torino, kush nga Brescia në Brescia dhe kështu ndodh në të gjitha kishat tona. Do të ketë një takim ku do të mund të njohësh pastorin ose pastoret, ku ata do të tregojnë historinë e tyre se si janë lidhur, si kanë filluar të kenë aleancë me Sabbath. Do të flasin edhe për kthimin e tyre në besim. Pra, një bisedë e lirë, ndoshta përpara një hapi hori ose një dreke, çdo kishë do ta organizojë si të dojë dhe aty do të mund të bësh të gjitha pyetjet që dëshiron, përveç se të prezantohesh. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme, nëse ende nuk ndjek një Life Group dhe ende nuk ke një mentor, pra je prej pak kohësh me ne, kërko një Life Group. Mund të kërkosh në recepcion, të shërbimi i mirëseardhjes në kishën tënde ose pikërisht gjatë kësaj periudhe kur do të jesh me të gjithë njerëzit e kishës dhe do të prezantohesh, mund të thuash, do të më pëlqente shumë të ndjek një Life Group. Do të japin një listë dhe do të gjesh atë Life Group, atë shtëpi që është më afër shtëpisë tënde. Kjo është një familje, nuk është vetëm një kishë, por është edhe një familje njerëzish me lëkurë të fortë, sepse quhemi ushtri dhe Zoti do që çdo person i kësaj kishe të jetë një shërbëtar. Mirë se vini shumë në kishën Sabbath.